Gjatë intervistës të zhvilluar mes Elonës dhe Gjestit, banori na zbuloi detaje shumë interesante në lidhje me rrugëtimin e tij në BBV4, si dhe jetën personale. Pasi zbuloi arsyen se çfarë bëri Gjesti që hëngri shuplak nga Jozi në mes të primet, artisti nga Kosova në këtë intervistë pohoi ndjenjat e tij për Eglita Kon, si dhe një detaj interesant për një nga banorët e shtëpisë. Në momentin kur u pyet nga moderatorja Elona Duro se kush ja ka ngulur thikën pas shpine, duke qenë se këtë gjë e ka përmendur shpesh herë në ambientet e BBV4, Gjesti befasoi kur përmendi emrin e Rozanës. Një njeri kur ta rreh krahun dhe në fund nuk e ka pasur me sinqeritet dhe u kthye kundër meje, atëherë është thik pas shpine për mua. Ajo është Rozana Radi që e ka bërë, unë kam qenë i sinqert me të. Por kur kam parë një tendencë që ka ardhur të më shti në grack me bërë gjeste, atëherë edhe unë e kam pranuar, hajde. Apo do ti që të prishësh raportin shoqëror siç unë kam qenë i sinqert me ty, hajde, po nuk bën mirë, tha këngëtari. Mirë po, kujtojmë se në fillim të rrugëtimit të tij në këtë format televiziv, Gjesti kishte një marrëdhënie të ngrohtë me këngëtaren shqiptare. Madje shumë herë dyshja ka dalë në mbrojtje të njëri tjetrit. Por shoqëria e tyre mori një tjetër rrjedh tani që spektakli është drejt fundit dhe dyshja në fjalë janë në konkurrim për të rrëmbyer finalen bashkë me Laertin dhe Eglin.